Në këto kohë, mobilimi i shtëpive ose ndryshe arredimi është kthyer në hobi. Dhe dihet që pasojat e një hobi sjellin biznese. Mirë po, bizneset nuk kanë vetëm fitime, kanë dhe tatime, detyrime, taksa. Në këtë vorbullën e këtyre ligjeve janë futur dhe ato të dyja, të cilët kanë filluar një biznes të ri me mobilim arredim. Bukra dhe Luzja! O, zoti madh. Donja Bukra. 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 Orita ora. Që? Që, pse na prish meditimin, se ishim të rejtë si kukla. Si kukla, ti kukla modhe po. Me kësurat si kalli misri. O, zoti mo, qa si kukull me grua, mon? Se nesër është data e funit e tatimeve dhe ti nuk e bëru rasgjë. E qa pëse ne? Tha jo shoqja ime që punot e tatimet ka sjell listën e E të morë tatimeve. triqit morë, që nuk njef. Gjithë të loj ropë shnjef. Kështë kjeri? Unë jam Google jam. Mjafton të bësh një search dhe unë jam në shërbimin tuaj. Ta ka qua të listën e taksave me email. Oje, që thot? Shit, ignorant, është ignorante komplet. Si? Komplet shëtare. Si? Email, thot. Ko është një femiliri? Ne përdorim hotmail. Ua, Po, unë për atë punë kam afshmail, po, që doj që se kom publiku akoma. Që thote? Nese, lene fare, se disi qeke soti, po mirë po ta the me këtë dorën time bukuroshe, po t'i shkruaj një nga një të gjitha. Oje, E para është, që thot? kapitali total i firmës, 17.300 lek. Që? Si? Që? 17.800 leka se? Po shpar, para 2 minutash ishin 18.000 lekë gru. Am qove mjes me blet 2 byrek me gjisë mi gru. O të raftë plasja të O të datë gjiza për hunë shishala. Si? Po pëseri me lekë të firmës shkove bërë bërë e kontese? Se me ku ti gjesha unë lekët, kom 3 muj papa 200 lek me sy, kom harru atë. Formën. Ignorant. O, zoti mod. Shkruaj Si do ta shënosh këtu tash, hajde. Me që i ka kësho, se s'kena lujtë me shkruaj 18.000 lekë në atë. Shkruaj atë. 108.000 euro. Si? 108.000 euro. Qa thumi gru, gjithë munojnë që t'i fshehin fitimet, vetëm ti gjoja, ti me tangërlik, ti gjoja me me deklaru. O ignorant, a kena lujtë me shnase, the mund 18.000 lekë së në ropë, s'pas ka si lekja. Jori gru, shkruaj atë 108.000 euro që t'plasin në ropë prej notit i shala. Puf t'ja bëjnë. Si? Ashu, mirë pra. Një tangërlik, 18.000 euro taks ka për të shku, ta dish. Let jetë 18.000 euro taks, asi gjo si kena. Hej, zoti mo, qajnë 18.000 euro sot në ditët e sot me i gru. 18.000 euro janë thjesht disa pushime modesta në bora. Ndërsa për mua dhe baci, në 18.000 euro janë për të ble buk për 32 vjetë. O, zoti madh, qa thumi gru, qa thu e të mershme, ua, nuk e diti për vetëm të ndër njerë. 2. Që thot? Gjiro ditore. Gjiro ditore. Si ta shkruj? 35.000 euro. Si? 35.000 euro. O, gru, unë kur them gjiro ditore s'po them për lek, po them gjiron që kemi bënë të dyja në bulevard si debile nga Skënderbeu te presidenca, se për të shit, lesh kombinati kemi shit. O ignorante. Ta mori vesh gjithë tropë se nuk shesim as i gjom të qona, shkruaj atë 35.000 euro gjiro ditore më të thonë. Nuk du mja ditë heq, që i kina në 35.000 euro i gru? 35.000 euro nuk janë as i gjo. Shkruaj atë, shkruaj atë, 35.000 euro. Përfundimisht leku pas ka qënë motherfucker. Yes! Yes, motherfuckers. A di që i thash mron ati baqit. Si! Jo baqit, jo s'na bom lëmësi. Baqit është vetëm hapshorim. Hapshori jatë, amon, ma e baqit se s'kina që dum. Mretit që ja hoksha zemrën. Ishim në një moment intim e në i thash. O mret, you are the motherfuckers. Bravo. Yes, ta. Bravo. Ta bom ashtu se që kom sunë, shumë mirë. Shumë mirë, të kam shohë që unë ty. Ori. Tashi, e qa tha i ty? Që, gru. Kush nuk i do komplimentat, re? Allau. Po kush e si përqeri? E di që ti thusht i sonde që t'ju konsolidohet akoma dhe më shumë mardhënja? O mret. Ti je son of the bitch. Yes! Asho ka për t'i thonë, asho? E që të me thonë kjo, re? Bir njeriu. Që bir njeri?
Rob Zoti është. Rob Zoti, feks birë një ju është. Ja, unë këshazime mjetet. Shku E jetë. një sekund tani të kalojmë nga muhabetet private të tek muhabetet e firmës, me çfarë donit juve atë, me çfarë deklaroj ju lutem atë unë, me tatim mbi TVSH apo tatim mbi TT? Që? Me të tari. Tatimi mbi Tangërllikun. Që me tatim mbi Tangërllikun, me aty ka për të bo. Tatim? Që në shqyqyrë zotit këtë Tangërllik në ma gjallë. Mbi Tangërllik. E sa ta shënojnë këtë këtu të shqit ditore? Shënoj atë detore 2.000 eura. 2.000 euro e? 2.000 eura. Shumë mirë. Edhe 200 euro rumullak në ditë taksa, të gjitha taksa të bëjnë në gjithsej tek 32.000 euro shi. 32.000 euro, i punë më dhe qenë 32.000 euro. Ku do t'i gjesh 32.000 euro, mi gru? Apo do shesë është to, bigodina që ke 183 që i manë kokë? Një gjakta më thëmë prak pik do, bët morë vesh se kina fiksem. Si? Marë drejqit morë. Tjena ku mi gjatë, isemi mretit. Puna është vetëm si t'i thimi mretit. Po, pra, kjo më qëtë Ta ditë gjem të shishtë t'i thimi. Si do t'i thimi? Gje, vrejta ka ploqen, Lashatemi kantare per favor un momento. Vrejta. Që hyn maskat! Që maskat re! Që trapete trapete në maskat! O, zoti madh! O, që, merë një katë, kjo është pronaja, na jena thjeshtë shepetoria. Si? Kjo është, skina, kokën liku skina. Qa bëmi gru, qa bëne tisna bore lamsh. Kujtova për një moment, pas reagimi tonë sikur u futën me vërte maskat. Unë thash, thuj mretit hyn maskat që na morën lekat që ti marrësh lekat mretit, mi dreq ma se na bone lamsh. O të plasë të tomë si shala. Si? Ignorante, që të na poshu zemra, thash se erën me në morë paret. Per un momento s'harrova fare. Ke dhe ato 90.000 lekshin, ato të sigurimit tim, që ti të sigurosh të trupin tim, të kalupin tim seksi. Duhet ta paguash pa tjetër. Qa theri? Po, Sa lek ishin të re? 90.000 lek. 90.000 leke? Pa nëse kina problem për 35.000 euro, 108.000 euro, po të paguj unë. Bëthës tate, 90.000 lek? Jari grusë si paguj të parë, unë harroje. Ore, si e tu i pagujt për ti, me një tu i pagujt për bëthën tatë. Ua, nuk kam për ti, më lëgoj nuk e ne për të paguj të parë. Bile se dësi është puna, në fund të fundit, ati zonjë shepetore, hala nuk ju kina punësuar, jeni thjeshtë në provë. Si? Pari gru. Që tu mi gru me ti?